Të dashur nxënës, shkolla jonë nuk është vetëm një vend ku mësohet matematika, gjua apo shkencat, është një hapësirë ku ju rriteni si individ, ku mësoni të mendoni me përgjegjësi, të punoni me përkushtim dhe të respektoni njëri tjetrin. Mirëmëngjesi! Sot jemi të gjithë bashkë, nxënës, prindër, mësues e miq. Në fillimin e një rrugtimi të ri, çdo vit shkollor është një mundësi për të hapur horizonte të reja, për të mësuar gjëra që nuk i dinim, për të bërë miqësi të reja dhe për të ndërruar më shumë. Hym në këtë vit me vendosmëri, me guxim dhe me besim se secili prej nesh mund të bëhet dritë për njëri tjetrin. Ne nuk jemi individ, jemi një familje. Prandaj sot premtojmë të respektojmë njëri tjetrin, të ndihmojmë ata që kanë nevojë dhe të ecim gjithmonë me ndershmëri. Premtojmë të punojmë fort, të mos dorëzohemi kur është vështirë dhe të gëzohemi për sukseset tona dhe të tjerëve. Prandaj sot ky është viti ynë, është momenti ynë. E fillojmë këtë vit me shpresë, me energji dhe me dashuri për dijen. Prandaj sot vazhdojmë me 30 sekonda duar trokitje.